Përshëndetje binjak, të dashur, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe e shikoj që kjo javë ju fton të ngadalsoni, të reflektosh dhe të gjesh drejtimin e saktë përpara se të vazhdosh. Ka shumë lëvizje rreth te, apo shumë idera, shumë gjëra, apo keni marrë përsipër, por pak qartësi. Djali i zjarit që quhen në këtë grup të dashur binjakë tregon energji tipike të binjakut. Këtë periudhë entuziazëm, ide të shumta dhe dëshirë për veprim. Megjithatë, kjo letër paralajmëron që energjia duhet drejtuar me kujdes të dashur binjakë. Sepse ndryshe digje shpejt ose nis diçka që nuk e përfundon dot. Fokusohu në një projekt, një qëllim, jo gjithçka një herësh. Të thotë qartë është koha të ndalosh për të menduar ndoshta shumë gjëra. Vendimet e nxituara të dashur binjaka ose reagimet impulsive mund të kthehen kundër teje. Kjo është periudha për planifikim, analizë dhe pushim mendor apo shpirtëror, sido që ta merrni, nga që shikoj super të ngarkuar. Mos merr asgjë personale, shiko faktet dhe merr kohë për vete për të reflektuar. Balanca tregon qelsin e javës që është moderimi. Pra, ti marrim gjërat shtruar, të dashur, ti marrim gjërat shtruar. Në vend të shkosh nga një ekstrem në tjetrin, kërko mesataren e shëndetshme, kujdes me orarin, gjumin dhe mënyrën si i shpërndan energjinë. Nëse i gjen këtë ekuilibër, çdo gjë tjetër fillon të bjerë në vendin e vet. Kjo është e padiskutueshme. Vizioni që është letra e 12 në këtë grup letrash, mbyll javën me një ndjesi pastrimi dhe qartësimi. Kjo është periudha ku duhet të rishikosh rrugën tënde, jo për të nisur diçka me njëra, absolutisht jo, të dashur binjak, por për të parë nëse ajo që po ndjek vërtet përputhet me atë që do. Ndonjëherë pezullimi është nevojë, jo pengesë. Do thotë mos marrim çdo gjë si të më qenë që duhet patjetër ta rregullojmë tani. Çdo gjë e ka kohën e vet. Nga që duke i marrë të gjitha njësh, po stërë ngarkoni veten e juaj. Përqendrohu pra në një qëllim konkret, jo në gjithçka që të vjen në mendje. Do të thosha ta përdorni këtë javë për të qartësuar drejtimin, jo për të ndryshuar gjërat njëshi. Në thelb kjo javë për binjakët është për menaxhim energjie dhe qartësi mendore. Sa më shumë të ngadalsosh për të reflektuar, aq më saktë do të veprosh me hapin e ardhshëm. Pra, një e një të dashur binjak, jo të gjitha një herësh.